Policia rrugore e Vlorës ka nisur mëngjesin e kësaj dëne një aksion në qytet për ndalimin e monopatinave. Aksion ky i ardhur pas vendimit të marrë një ditë më parë për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve elektrike edhe në Vlorë. Vendim ky, i cili ka hyrë në fuqi menjëherë këtë të hënë, duke përcaktuar qartësisht se këto mjete nuk do të lejohen të qarkullojnë më. Efektiv të policisë rrugore e kanë përqendruar aksionin e kësaj të hëne në zonën e shëtitores të Vlorës, në lungomare, si një ndër zonat me frekuentimin më të lartë të këtyre mjeteve. Aksioni është mbikëqyrur në terren edhe nga vetë drejtuesja e policisë rrugore, Refie Muçaj, e cila e ka drejtuar vjushmërinë e tij në qytet. Siç mësohet, janë ndarë disa grupe të efektive të policisë, të cilët janë vendosur përgjatë gjithë lungomares, duke patur një urdhër të qartë të ndalojnë çdo monopatin në lëvizje përgjatë orareve të ditës dhe mbrëmjes. Gjithashtu, grupet me efektiv të policisë edhe në bulevardin e Vlorës, si një ndër segmentet kryesore rrugore, por edhe në Transballkanike dhe rrugët lidhëse mes tyre. Si pjesë e këtij aksioni deri më tani, janë dalur dhe janë sekuestruar disa mjete elektrike të përcaktuara edhe ligjërisht në vendimin e shpallur përgjatë të dielës, ku thuhet se çdo mjet që do të konstatohet duke qarkulluar në kundërshtim të këtij rregulli do të bllokohet dhe sekuestrohet. Sipas informacioneve, konfirmohet se aksioni për ndalimin e monopatinave do të vazhdojë për disa ditë me radhë, teksa do të shtrihet në disa zona të gjithë qytetit, edhe në brendësi të bllokeve të banimit dhe në periferi. Ndalimi i qarkullimit të monopatinave do të jetë për një kohë të pacaktuar, derisa për to të përgatitet një ligj i detajuar që do të rregullojë mënyrën se si duhet të funksionojnë dhe qarkullojnë në qytet. Policia do të bllokojë çdo monopatin që do të dalë në qarkullim pa patur asnjë tolerim, për shkak se përdorimi i monopatinave elektrike përbën një shqetësim të shtuar për qytetarët dhe për këtë arsye do të ndalohen, por edhe si rrjedhoj e aksidenteve të shumta që vijnë nga këto mjete dhe mbi të gjitha pasojave tek qytetarët vlorjat, të cilët kanë pësuar edhe dëmtime, mes tyre 10 këmbësor. Ky vendim u njoftua një ditë më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu dhe drejtori i Policisë së Shtetit Ilir Proda. Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu e bëri publik lajmin pas takimit me drejtorin e përgjithshëm Ilir Proda.